Janë kampionët e Superligës për grup moshat në 19 vjeç. Por për ta ngritur këtë trofej, futbollistët e Prishtinës nuk e patën as pak të lehtë. E gjitha u vendos të hënën e Obiliq, kur këta u ballafaquan me Flamurtarin, i cili në rast fitoreje do t'u arrëmbente titullin. Megjithatë, ekipi Bardha Kaltër arriti që ta mbajë rezultatin 0-0 dhe ta siguroj pikën e nevojshme për titull në gjiron e fundit. Ishte kampionati shumë i fortë, qysh edhe vendosi ke loja fundit, neve na konvenoi barazimi, po ashtu edhe fitoria dhe barazimin e merituam plotësisht dhe fituam titullin me merit, mendoj. Edhe Blend Baftiu e pranoi se përballë patën një kundërshtar të fortë në garën për titullin e më të mirit. Flamurtari, më thonë që ke kundërshtari denja dhe me plot merit deri këtu. Tash nuk e di, finale, ndoshta edhe me fat mirë, po besoj që ja rritë mirë. Ndonë se nuk arriti ta fitoj titullin e kampionit për grup moshat në 19 vjeç, trajneri Flamurtari thot se ekipi i tij e luajti ndeshjen më të mirë të sezonit. Kam një statistikë që Prishtina për 90 minuta mrena kornizës sportes i ka vetëm 2 goditje. Edhe ato nga uti një top i gjatë total i parrezikshëm. Ndërsa ne kemi pas rastet tona, kemi treguar mjaft të rrezikshëm në momentin kur na u kanë leju hapësira. Skuadra e Prishtinës e siguroi trofeun e kampionit duke grumbulluar 64 pikë, vetëm një më shumë se Flamurtari.